Kur të tjerët flejnë, shtratin e largon, fjallën më të mirë, goja e shqipton, fytyrën plot nur, natën e bandit, hafizi Koranin kure përsërit. Lumë për ty hafizon dhakran Kur'anin pa jada, prej Fatiha deri Nas, hatme në namaz. Ti kur dellat mihrabe, lezon nga i kitab, për çdo harf nga 10 sevap, e gjën pa hesab. Vidhat I lezam, e ngritu për pjet, ajeti më ram, vendit në gjennet, kur të veçan, për prindrit e tu, vetë Resulullahi ta e ka kumtu. Lumë për ty hafizon dhakran Kur'an. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para se gjithash, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për të gjitha të mirat, mirësitë dhe begatit që Allahu na I ka dhënë. Salavatet dhe selamet tona qofshin për në dashurin e zemrave tona. Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën Muhammed Mustafas deri në ditën kur do të takojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Të dashur vëllezër, të nderuara dhe shumë të respektuara motra, s'ka asnjë dyshim se prej të mirave që Allahu dhul xhelal na I ka dhënë, padyshim janë fëmijët tanë, të cilët janë arsye për të jetuar, për të punuar dhe për të munduar që të kenë një jetë më të mirë këta. Është angazhimi I juve që keni punuar me këta fëmijë dhe padyshim angazhimi I hoxhës tonë, Selahattin Efendis, që ne sot gëzohemi në këtë ditë, dhe ashtu siç e thamë edhe tjerë, sot do të mbahet mend kjo ditë për këtë fshat dhe padyshim është një festë e madhe. Lusë Allahu dhul xhelal që këta fëmijë, por edhe ata tjerë të cilët vitet e radhës të ardhshme do të bëjnë hatme, të jenë arsye për të qenë gëzuar dhe për ta bërë krenar gjithmonë. Unë asnjëherë nuk ndodh që të kem kaq shumë emocione, nga se kjo është një nga ditët më të rëndësishme në komplet viti. Kur them unë kam emocione, imagjinoni çfarë emocione mund të kenë fëmijët. Prandaj ju kisha lutur shumë që t'jeni të kujdesshëm dhe të dëgjoni me vëmendje programin e përgatitur nga ana e fëmijëve. Dhe në veçantë lutje të veçantë për gjinin femëror. Nga se një bisedë që bëhet lart dëgjohet poshtë dhe kjo është arsye që jo dikë tjetër, por fëmijët e juve të I ngatroni dhe mund të jeni arsye që ata që I kanë përgatitur të mos kenë mundësi ta paraqesen ashtu siç I kanë bërë provë. Lusë Allahun e madh që Allahu këta fëmijë t'i ruaj, para se gjithashtu I jep jetë gjatë, t'u jep shëndet dhe dashur Allahu I madh që ashtu siç kemi punuar deri tani
të vazhdojmë me punë deri në arritjen e qëllimeve në këtë e në dunjan tjetër. Lutim Allahun e Madh që Allahu ushtu bashku ta bashkojë në xhennetul Firdaus. Kushti i parë i fesë islame është shahadeti. Për to do të na tregojë Ensar Ramadani. Shahadeti është kushti i parë i fesë islame, të cilin do ta mësojë çdo besimtar e besimtare me qëllim që të shpjegojë realisht shpirtja se do ta adhurojë vetëm Allahun xhaleshanuhu, vetëm atij të përshiroj dhe vetëm prej tij do të kërkojë ndihmë.
Pozita e shahadetit në islam është sikurse pozita e zemrës në tru, andaj njeriu llogaritet musliman kur të shqiptoj shahadetin. Fjala shahadetit të thotë dëshmi. Me këtë fjalë muslimani dëshmon me zemrën dhe me gjuhën për besimin e vet. Në anë të shahadetit vërtetoj ditë të vërteta elementare. Me shprehje ashhadu an la ilaha illallah, besoj dhe dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Dhe dëshmoj se Allah është një. Dhe Muhammed ekzistimi çdo zoti tjetër përveç Allahut. Si dhe me shprehje ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe besoj dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Vërtetoj se Muhamedi alayhis salam është njeri si të gjithë tjerët, por është i dërguari i fundit i Allahut i veçantë. Një pjesë nga Kurani reciton Esra'ullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Kushti i dytë i Islamit është namazi. Ç'është namazi dhe kush është të obliguar me namaz, do të na tregojë Ylza Mahmudi. Namazi në gjuhën arabe quhet salat. Namazi është një ndër pesë kushtet kryesore të fesë islame. Është obligim i çdo muslimani e muslimane. Namazi është forma më e lartë e respektit të robit që bën kryesit të tij. Namazi e dallon besimtarin nga jo besimtari. Falja e pesë kohëve të namazit duhet farz në natën e Miraxhit. Falja e pesë kohëve të namazit është farz për çdo musliman që është i shëndosh me të rrjedhshëm në moshën e pubertetit. Namazi është një urdhër i prerë i Allahut që përshëndet ata që nuk falen edhe pse e dinë se falja është farz për gjinat të madhe. Një pjesë nga Kurani reciton Kanita e Sati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Namazi ka dobi të shumta, por dobitë e namazit do të na tregojë Neila Ramadani. Trupi, shpirti dhe jeta janë shoqërore përfitojnë për shumë gjëra në faljen e namazeve. Disa nga dobit më kryesore të namazeve janë: namazi na mundëson që të kujtojmë dhe falenderojmë Allahun xhaleshanuhu ashtu siç i ka hije atij. Namazi na bën të kujtojmë ditën e llogarisë të ahiretit. Namazi na pastron nga gjunahet. Namazi na mëson që të jemi të edukuar. Namazi na bën jetën tonë më të fryshme. Namazi na pajes me shkrimin e pastërtisë. Një herë pejgamberi i pyeti shokët: "Çka mendoni se ky ishte një lumë paraderës në ndonjë prej jush, me të cilën do të lajë për 10 nga 5 herë? A do të mbeti në të dështirë?" Thanë: "Nuk do të mbeti kur fare në dështirë." Muhamedi alayhis salam tha: "Kjo është shembull i 5 kohëve të namazeve. Allahu xhaleshanuhu i falet të namazeve është në mëkate." Për llojet e namazeve do të na flet Anjeza Azizi. Llojet e namazeve. Namazi ndahet në 3 lloje: namazi farz, namazi vajib dhe namazi nafil. Namazi farz janë në 5 kohët ditore: sabahu, drekës, ikindis, akşamit dhe yatsis. Namazi xhenazës, namazi xumas. Namazi vajib janë namazi vitit, namazi fitr bayramit dhe namazi kurban bayramit. Namazi nafil
Kohët e rekatet e namazve do të na tregoj Erion Mustafi. Namaz sabah ka 4 rekatë 2 sunet e 2 farz. Koha e namazit për sabah fillon për agim dhe vazhdon deri në lindjen e diellit. Namazi i drekës ka 10 rekate 4 sunet e 4 farz dhe 2 sunet e 3 fundit. Koha e namazit e drekës fillon kur dielli largohet nga mesxhit dhe vazhdon deri në ikindi. Namazi i ikindis ka 10 rekate 4 sunet e 4 farz. Koha e namazit e ikindis fillon kur qetësia e hyrjes së objektit të fishon ose të refishon një raport të shëratit të tij dhe vazhdon deri në akşam. Namazi i akşamit ka 5 rekate 3 farz dhe 2 sunet. Koha e namazit e akşamit fillon te periodet e ditës dhe vazhdon deri në yatsi. Namazi i yatsis ka 13 rekate 4 sunet e 4 farz dhe 2 sunet e fundit të 3 sahat e ditës. Koha e namazit e yatsis fillon kur në periodet e sunetit për shkëlqimin e diellit dhe vazhdon deri para agimit. Një pjesë nga Kurani reciton Akan Abdullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون صدق الله العظيم. Namazi me xhamat ka 27 gradë më shumë se namazi që falet vetë. Për vlerën e namazit me xhamat do të na flet Yasin Mehmeti. Vlera e namazit me xhamat. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë, namazi me xhamat është më i vlefshëm se namazi i cili falet 27 shkallë më shumë. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë, kur do të banon në të mirat e xhenetit dhe të mos shkëputet ka namazi me xhamat. E ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wasalam, cila është puna më e dashur tek Allahu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, namazi i cili falet në kohën e tij. Për namazin e xumës do të na flet Merale Sherifi. Namazi i xumës është farza që falet ditën e premte në kohën e namazit të drekës. Ky namaz ka 10 rekat, 4 sunet të farz dhe 4 sunet të fundit. Ky namaz falet në këtë mënyrë, pasi i thirrët e ezani i cili lajmëron hyrjen e kohës së xumës rrihen dhe falemi 4 rekat të sunet të xumësit, të cilat falen si sunet i drekës. Pas kësaj muziki thret edhe një ezan brenda në xhami të cilët imami bën hutbë. Me përfundimin e hutbes kana imami muezzini krihet në këmbë me kametë dhe më pas falëre pas të xhumas. Me xhamat imam ka të njëjtën mënyrë. Sipas të sabahut pas falit të xhumas janë edhe 4 rekate sunet të cilat falen si suneti para farzit. Duke marrë parasysh se në vendin tonë nuk plotësohen të gjitha kushtet e xhumas madje dietare shkollës kritike me thebi Hanefi thonë se duhet të falen edhe 4 rekat me jetën e drekës së fundit e pastaj edhe 2 rekat sunetë. Një pjesë nga Kurani reciton Omer Rexhepi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد وقع القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم وسدا ومن خلفهم وسدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم من ولم تنذروا لا يؤمنون صدق الله العظيم. Për namazin udhëtar dhe për namazet kaza do të na flet Nermine Limani. Falja një namazi në kohën e vet gjuhët e ta, ndërsa falja namazit pasi t'i kaloj koha gjuhët kaza. Lënia e namazit po falen me vetë dije dhe bashkë është gjuna i madh, kaza falen 5 kohët e namazëve dhe namazi vit.
cili në vendin ku do të shkojë qëndron më pak se 15 ditë. Për këtë person Islami ka sjellë disa lehtësime. Udhëtarit detyrimisht namazet farz ka 3 rekat që fal nga 2 rekat, 2 farzat e sabahut, 3 të akşamit dhe namazin e vitit. E fal pa shkurtuar. Kemi disa kohë ku në ato kohë nuk lejohet falja e namazeve. Për to do na flet Agan Abdullahi. Kohët në të cilat nuk lejohet falja e namazit. Në një, duke lindur dielli. Në 2, kur dielli është në kupë të qiellit në zenit. Në 3, duke perënduar diellin. Në këtë kohë mund të falet vetëm farzi i këndis në qoftë deri atëherë nuk është të falur. Ilahie nga Amar Mehmeti. متكئين عليها متقابلين
shokët e pejgamberit po merrte abdes. Kur erdhi pejgamberi, pa se sa të pyeti pronti me ujë dhe të liri duke i thënë: "Ç'është i teprim?" Ja pyetur sa të pyeti: "A ka teprim në abdes, o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi i shpjegoi: "Po, edhe në qoftë që pozën një lumi qerjet, mos e teproni me ujin e tij." Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Nuk do të lëvizin këmbët e robit në ditën e Kiametit derisa nuk ketë për katër gjëra. Për jetën e tij ku e ka kaluar, për rinin ku e ka harxuar, për pasurinë ku e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar." Një pjesë nga Kurani reciton Amar Mehmeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلا أنفا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يهروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم. Për pasojat e primit do na tregoj Omer Bexheti. Pasojat e teprimit do mëson se në jetës në aspektin kulturor dhe shoqëror, kështu që disa njerëz mundohen të arrijnë pasuria dhe të shpenzimi në mënyrë të pamatur, do mëson tërgjegjjen fetare të disa individe, kjo që i shtin deri në mënyrë të pakontrolluar të shpenzimet dhe arritjen e ëndjeve dhe tendencave të tyre. Do mëson vetin për ngritjen e umetit, shkakton falimentimin të papritur, bën të arrë se kjo botë ishte falimtare, të mundëson në shoqërime me shokë që nuk janë di vlerën pasurias, shkakton limitin të vepër për të vrapuar pas luksit. Për përgojimin dhe thyerjen do ta tregoj Rona Gazami. Përgojimin dhe thyerja, Allahu thotë: "O ju që jeni besuar, menjënoni shumë dëshime se vërtet, disa dëshime janë gjina, mos e shpërjënoni dhe mos të bujoni njëri tjetrin. Mos vallë dëshironi të kushit për jush të hajnë që në vëllajt të vetë të vdekur, sigurisht ju të të robit të vetëm. Keni frikë Allahu, me të vërtet Allahu është të përmërsi i vendimit dhe në shqiprat. Përgojimin dhe gjurë në vape kuptohet gibet. Gibet do të thotë ta përmendesh vëllan të musliman me gjëra që ajo verë, pa ma pa është se ke përmendur me të rrugë,
Muslimani është vëllai i muslimanit, nuk i bën dëm, nuk e tradhton, nuk e lënçmon, mjafton për mëkatet se lënçmon vëllai i musliman. Një ditë Muhamedi alayhis salam i pyeti të pranishmit: "A dini çka është etimet për kryimin?" Thanë: "Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më së miri." Tha dikush: "E çka nëse vëllai im e ka të gjuhën e saj?" Tha: "Nëse ka të, atëherë ti ke bërë gibet, ndërsa nëse nuk e ka të, atëherë ti e ke shpikur." Aisha transmeton se i ka thënë pejgamberit alayhis salam: Aisha Safia, gruaja e pejgamberit alayhis salam, ishte kushtuar e ashtu e shkurtër. Pejgamberi alayhis salam ja ka thënë duke i thënë: "Ke thënë një fjalë që sikur ta përzipur në detin do ta vdiqte." Një pjesë nga Kurani reciton Yasin Mehmeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يعقلون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Allahu Gjeleshanu në urdhëron që të ushqemi me halal. Për ushqimet e pije do të na flet Kaita Berzati. Ushqimet e pija, Allahu Gjeleshanu ka pritur qiellin e lartë, tokën ka bërë të shtrirë, e zbret të shirëm, i ngjallët bimet i ri të kafshët. Të gjitha këto begati ka krijuar për të mirën e njeriut. Njeriu që ndërmjet kryesor të jetës së tij duhet ta ketë takimin me Allahun Gjeleshanu, ndërsa kjo nuk mund të arrihet vetëm se me dituri, punë dhe trup të shëndoshëm. Trup të shëndoshëm të arrihet me ushqim të pastër dhe të mirë. Ka pas ka si pas nevojës, si kur çdo gjë që ka rregullat e saj ashtu dhe ushqimi ka rregullat e vet. Allahu Gjeleshanu kërkon nga njerëzit të hanë vetëm ushqim të halal, halal nga sa është e mirë dhe i dobishëm për shëndetin e tyre. Mirë po, ka ushqimi që nuk lejohet të hahet. Ushqimi i tillë quhet i ndaluar ushqim haram. Ushqim haram është i dëmshëm për trupin tonë dhe për shpirtin tonë. Allahu Gjeleshanu thotë: ushqini me gjëra të lejuara që ju ka dhënë Allahu dhe falenderoni për mirësitë e Allahut nëse vërtet e adhuroni atë. Pejgamberi ynë lutej pasi kishte ngrënë. Kjo është një nga lutjet që e bënte. Levdatat i takon Allahu Gjeleshanu që po më ushqen e po më e prisk. Nëse ai më jep diçka të tillë, unë nuk kam fuqi për asgjë. Ngrënia i ka rregullat e veta. Për to do na flet Amar Mehmeti. Rregullat e ngrënies në Islam të pastrojmë duart para ngrënies, të fillojmë me në bismillah, të hamë dhe me djathtë, të hamë lëre në krah. Ushqimi të mos jetë shpirtot dhe as shpirtot, të mos flim në ushqim të ngrohtë, të mos e bushkojë shumë ushqim të lëmë duart pas ushqimit të ndërpres hajen me elhamdulillah. Për ushqimet e ndaluara do të na flet Esra Arullahi. Ushqimet e ndaluara janë kafsha që kanë bërë vetë ose sipas së në goditje e rënies nga lartë së mundjes së helmimit, mbytjes me kafshëve tjera ose që nuk është dhënë sipas normave islame. Kafshët e egla që kanë dhënë ushqyer dhe që vërsulen kafshëve tjera, ujku, dhelbra dhe hiena. Shpendët që kanë klesra dhe që servojnë kafshët tjera, si dhe ato që ushqim me të pastërti, shqiponja, shkalla dhe skifteri. Kafshët që për nga natyre janë të nevrishme dhe zmunqare, liu, gjarpri dhe haradhuci. Insektet e vogla që kanë pat gjak, miza, moshkonja dhe bleta. Një pjesë nga Kurani reciton Andisa Elmazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
لعلهم يتذكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Moralin e Islam dhe dispozitat e moralit do të na tregoj Kanita e Sati. Morali, akhlaq është përmbledhja e rregullave dhe sjelljeve të mira. Të jesh i moralshëm do të thotë të përmbash rregullave dhe normave morale, ndërsa të jesh i pamoralshëm do të thotë të shkelësh ato rregulla. Muhamedi alayhis salam ka thënë, me të vërtetë jam dërguar për të mësuar virtytet e larta të moralit. Morali islam ndahet në 3 grupe: detyrat e Allahut xhaleshanhu, detyrat e vetvetes, detyrat e të tjerëve. Detyrat e Allahut xhaleshanhu, të besojmë pa mos i shfaq shartet e imanit, të kryejmë rregullisht me dëshirë detyrat fetare, të besojmë me bindje se çdo gjë që ka urdhëruar Allahu xhaleshanhu është e dobishme dhe çdo gjë që ka ndaluar është e dëmshme. Detyrat e vetvetes, të fizikrojmë zemrën në besim dhe dituri, të aftësohemi me punë e përfitime, të ruajmë shëndetin dhe jetën, të bëjmë shpëri sillen e mirë. Detyrat e njëri tjetrit. Muhamedi alayhis salam ka thënë, detyrat e muslimanit janë 6. T'i jap selam kur të takon, t'i përgjigj ftesës së vëllait, ta kushëlloj ato kur të ketë nevojë, pas të shkikës kur thotë elhamdulillah t'ia kthej yarhakumullah, kur të sumuret ta vizitoj, kur të udhëz të marrë pjesë në barimin e tij. Turpi është një cilësi që duhet ta ketë çdo besimtar. Për turpin do të na flet Anisa Mustafi. Turpi është ndjenja që ruan njeriu që të mos vijë në punë të këqija apo të mos vijë në situatë për të cilën do ta qortonte dikush. Njeriu i cili ka turp ka një cilësi madhështore. Muslimani i sinqert dhe muslimania e sinqert kur veprojnë diçka të pahishme turprohen para Allahut fuqiplot. Ky turp vjen si rezultat e asaj se Allahu fuqiplot na ka beqatur me të gjitha të mirat dhe ne përsëri jemi në gjendje që ta kthejmë shpinën dhe ta beqatojmë. Nuk bëra muslimani i cili ka turp dhe mjet bëra që s'ka fije turpi. Bëra që s'ka turp i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që s'ka turp s'ka edhe fe. Njëja trupit të shëritur aq kush me besimin e muslimanit se që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i përshkruan si një larg i shtrënguar fort militar. Ibn Umar radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, turpi dhe imani janë të lidhura me një yje, nëse zgjidhet njëri, zgjidhet edhe tjetri. Turpi është një që tregon se njeriu ka besim në zemrën e tij dhe kjo do të dërgojë në xhenetin e Allahut fuqiplot. Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, turpi është prej imanit dhe vendi i imanit është xheneti, ndërsa fjala e fëlliqur është prej sjelljes së keqe, ndërsa vendi i sjelljes së keqe është zjami. E lutim Allahun e Madhërisht që të na shojë turpin dhe të udhëzojë për në të mirë. Ilahi nga Amar Mehmeti. Çështjo e këndshme misku, që ka floj toke qjetë, ç'është ky shpirt që po lartësohet, e po pritet kaq me ndet, ç'është ai zogu gjyre tjelbër, veburime fluturor, dhe shëtit në për gjenete, nga çdo skaj të tyre shkon. Myshde në për t'i kon, djallit shejt koro, amën e ty tala, kur të vi për mu me po, jo s'gudzon mërzi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Poezi nga Irsha Bexheti. Në qielli e dunjas ka vetëm një hënë, e ajo nda në dy pjesë për njeriu më të vetmuar mes tokës dhe qiellit. Ai është më i vetmuar se të gjithë zemrat në këtë dunja. Por vetmia kur nuk e ka tjerë, nuk ka as nën, as babë, është rritur pa përqafimet e tyre, por vetë është më i afër se përqafimi. Atje kur ai nuk ka dritë, sa është vetë kandili ndryshues. Nuk lexon libra, sa është vetë libri jetës, dhe nuk zbulon të fshehtat e jetës, sepse ai është vetë rojci i fshehtësive. Po ai që është mësuar një herë me praninë e tij, në mungesë të tij, fjalët i vdesin në buz, e dunjaja i kushtohet. E një trup hurme një herë provoi forcinë e tij, e kur ajo largua trupu qau, po mos ishte kthyer përsëri, dunjaja do të notonte në varr. Trunku lëtoi, po zemra të gjalla, zemra e njeriut e don atë pa e parë. Ai është udhëtari i qeretit, e praktik vetminjën, sepse gjaku nuk guxon të pikoj atje ku buron ujë i zemzemit. Ai është luftëtari i paetur kundër luftës. Ai është udhëtari i seras që niset nga toka. Është udhëtari i miraxhit që kthehet nga qielli. Fjalët e tij nuk janë nga kjo botë. Bota është krijuar nga fjalët e tij. Në gjoksin e tij është shkruar fillimi dhe fundit, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai është Muhamedi në shpellën hira. Nëse nuk e doni errësirën, futuni në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në atë shpellë, aq më pak do ta ndjesh vetmin. Sa më shumë të futesh në errësirën e kësaj shpelle, aq më shumë do të ndjesh dritë. E kur zemra të dritën, e kupton se errësira nuk ekziston. Hyn pranë shpellën e Muhamedit dhe një vetvete. Hyn në shpellën e tij për të kuptuar se vdekja nuk është vetëm dalje, por një takim, se vetmia nuk është vetëm vetmi, por dhe shoqëri. Se fundi nuk është vetëm fund, por dhe kthim. Kohën nuk mund ta ndalësh
Pejgamberi alayhis salam ishte dërguar që të përsos moralin. Për sjelljen e tij do na tregoj Arza Serani. Sjellja e Muhamedit alayhis salam ishte më fisnik të njerësh, ishte më durimtar dhe më i kuqimshëm. Kur nuk e thinte premtimin, ishte i saktë dhe i përpik për çdo gjë. Nuk ishte kryelartë. Çdo punë të mirë e fillonte me bismillah. Në shtëpi dhe në xhami hylte me këmbën e djathtë, të dilte me këmbën e mënt. Kur hynte në shtëpi, jepte selam. Përshëndette çdo mund që i njifte apo nuk e njifte. Kur takohej me të tjerët, i përshëndette i pari. Kur takohej me të tjerët, nuk e lëshonte dorën, derisa të lëshonte ata të parë. Kur ndahej, jepte selam. E pranonte ftesën kur e ftonte dikush. Kur tërviste në det, e thoshte emrin. Kur shkonte në safir, ule ku aty Zoti shpisë e caktonte. Para ushqimit gjithmonë i lante duar. Para se të fillojë ushqimin, gjithmonë i shqiptonte bismillah. Ushqej me mas dhe asnjë nuk e kërkonte. Nuk ka të ushqimit të nxehta dhe nuk i fryte ata për të ftohtë. Pas ushqimit apo pjesë i lante duar dhe gojë. Ujë e pinte me 3 herë. Pas ushqimit e falënderonte Allahun. Kur pyete nga dikush, përgjigje shkurt. Trazohej nga vendi kur përmbroheshin të tjerët kur flisin gjëra të vogla. Bashkëbisedosin e dëgjonte me vërtetë dhe nuk e ndërpristi bisedën. Nuk bisedonte tema që shkaktonin konflikte, mysafirët e pristin me fjalë të bukura dhe fytyrë të qeshur. Shokët e tij i thërriste me emra të bukur. Gjithmonë desha t'i mbante të pastra dhe të rregull. Vizitonte të sëmurët dhe merrte pjesë në pushim. Nuk urrente asnjë në konflikte të tjerët. Edukata e punës për do na flas Eda Perzati. Edukata e punës. Puna është pjesë e pandarë e njeriu të shëndosh. Me punë përparon njeriu dhe shoqëria. Për këtë arsye, Allahu xhaleshanuhu dhe dërguari i tij Muhamedi alayhis salam kanë nxitur për punë të mira. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an na thotë: "Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni nëpër tokë. Kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni." Ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: "Nuk ka ngrënë dikush ushqim më të mirë se atë që e ka fituar me dorën e tij." Në librat e historisë së pejgamberëve tregohet se Ademi alayhis salam ka qenë burg, Nuh dhe Zekiria alayhis salam kanë qenë strukthar, Shuaib dhe Musa alayhis salam kanë qenë bari, Muhamedi alayhis salam në fillim ka qenë bari, pastaj ka qenë tregtar. Edukata e punës së muslimanit vërehet në këto pika. Në punën e tij të ketë një jetë të pastërt dhe punën ta bëjë vetëm për Allahun xhaleshanuhu. Kujdesi i veçantë në matje dhe në peshore, nga sa Allahu xhaleshanuhu na thotë: "Saktësojeni matjen, kur matni dhe peshoni bëjeni në mënyrë të drejtë. Kjo është e mira që e çon në përfundimin më të bukur." Gjithashtu Allahu xhaleshanuhu ka tërheqë vëmendjen atyre që janë të padrejtë në këtë çështje duke i thënë: "Mirë për ata që hanë në mas dhe në peshë, që kur masin për vete e marrin masën të plotë, ndërsa kur masin të tjerëve me litër apo me kandar u paksojnë. A nuk mendojnë ata se do të ringjallen? Kujdesin nga shpërndarja e gjërave të vjedhura, nga se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: "Kush e blen një gjë të vjedhur, duke e ditur se ajo është e vjedhur, bëhet pjesëtar në mëkatin dhe në turpin e asaj vjedhje." Kujdesi nga shpërndarja e gjërave të ndaluara që janë haram, si droga, alkooli e tjerë. Nga se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: "Kur Allahu ndalon një gjë, e ndalon edhe fitimin prej saj." Kujdesi nga shpërndarja e gjërave me mashtrim. Nga se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka thënë: "Kush mashtron nuk është prej nesh." Edukata në xhami, se si duhet të sillemi në xhami, do të na tregojë Alisa Elmazi. Xhami është shtëpi e Allahut xhaleshanuhu. Fjala xhamit e vetëm tupim, pra muslimanët të bëhen shtëpi e Allahut xhaleshanuhu që të falin namaz. Gjatë hyrjes në xhami besimtari hyn me këmbën e gjatë duke thënë bismillah dhe duke thënë këtë lutje: "O Allahu, mja bëhet të tjerë të mëshirës tënde", ndërsa kur tani për xhamin zani me këmbën e majtë. Pas hyrjes në xhami të kërkojmë me të libër të ulur. Muslimani kur hyn në xhami do të ketë parasysh se është mysafir i Allahut xhaleshanuhu dhe ka kërkuar për të jetë i kujdesshëm në qendrimin e tij, pra do të ketë kujdes në të fortë dhe në të mira. Gjatë qendrimit tonë në xhami do të kujtojmë Allahun xhaleshanuhu me fjalët La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Nëse dim Kur'an, atëherë është më që të lexojmë Kur'an. Nëse në xhami është i kombatur i tjerat, muslimani është pirosur për kohë të tjerave dhe të kujdeset që sa më mirë të kuptoj atë ligjërat. Ndërsa nëse në xhami lexojmë Kur'an me zë është në xhama dhe atë që lexojmë me muslimani është obliguar që të dëgjojë
Ajo kërkon për besimtarët e saj që të tjerët të jenë të sigurt ndaj tyre. Feja islame na mëson se duhet t'i respektojmë të gjithë njerëzit. Respekti ndaj tyre arrin duke i përshëndetur ata. Muslimani kur e takon vëllain e vet musliman duhet ta përshëndet atë. Selam aleikum. Që në përkthyer do thotë paqja dhe shpëtimi qoftë mbi ju, ndërsa muslimani tjetër kur e dëgjon këtë lutje është i obliguar të ia kthejë me fjalën aleikum selam, që në përkthyer do thotë paqja dhe shpëtimi qoftë edhe mbi ju. Kjo përshëndetje është e pejgamberëve, melekët e Allahut xhaleshanu dhe banorëve të xhenetit. Feja islame na mëson se njeriu duhet të jep selam të madhit, kalorës së këmsorit dhe pakicën shumicës. Me anë të përshëndetjes shpreh një shkallë lartë të respektit mes njerëzve, ashtu siç ka thënë Muhamedi alayhis salam. Nuk mund të jeni në xhenet derisa të mos besoni, nuk mund të besoni derisa mos të duani. Doni t'ja tregoj një vepër që nëse veprojnë do të duani me vete, përhapni selamin mes jush. Poezi nga Eda Veçllati. Na falni, o fëmijë të Gazës. Ju që u rritët në zhurmën e bombave, e jo në tikujt e rinullave. Ju që lodrat i kishin të shpërndara me sërnojave, e jo në dhoma të ngrohta. Ju që më shumë njohët fjalën martir, se sa fjalën lodër. Ju që fytyrat e prindërve i mbani mend nga fotografit, jo nga përqafimet. Ju që mbulua trupat e motrave me batanie, kur duhej të ishi duke i krehur flokët. Ju që mësua të numroni, duke i numruar raketat, viktimat e varrit. Na falni, sepse ndërsa ju thërisnit për ndim, ne qëndruam të heshtur. Ndërsa ju luftonit për jetë, ne luftonim për rehatim. Ndërsa ju qanit për bukë, ne qeshnim në darkat tona të mbushura. Ndërsa ju kërkonit streh në errësirë, ne shjonim dritat e festave. Na falni sepse ju kemi tradhtuar me heshtjen tonë, me frikën tonë, me rehatin tonë. Na falni që i shpërndam lotët dhe dhimbjen tuaj në statuse, por nuk i dam zemrat tona. Na falni që i latëm ndërgjegjen të flemë, ndërkohë që ju nuk kishit asku të frikit. Ju nuk kishit faj që lindët në Gaza. Ne kemi faj që nuk bëm mjaftueshëm për të mbrojtur. O Zot, ruaj ata engjëjt e pafajshëm, që ecin zbathur mbi dheun e djegur. Forcoj kraharorët e vegjël që mbajnë mbyzupe barën në një botë të pandeshme. Mos lejo që ata të na mallkojnë me lotën që rrjedhin mbi tokën e gjakosur. Nëse s'mund t'i ndihmojmë me duart tona, bëj që të paktën të mos i harrojmë me zemrat tona, sepse kush i harron ata e ka humbur njerëzinë. Dhe ky ishte fundi i pjesës së parë të programit tonë. Pjesa e dytë e programit tonë do të vazhdojë me recitimin e nga Jesurit të Kuranit Fisnik për çdo nxënës. Për në fund edhe një herë që falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj, Allahu ju shpërblet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin luhmazah alladhi jama'a fa'ahdath yahsabu anna ma'ahu ahlada kalla layunbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi muqada allati tattali'u 'alal afida innaha 'alayhim mussada fi amadin mu'madada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliya din. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha
وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله الملك المنان الذي علم الإنسان تلاوة القرآن والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال في حديثه أشراف أمتي حملة القرآن وشفاء الجنان قراءة القرآن وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآداب القرآن والواقفين بأسرار القرآن. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا رحمن يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختمات القرآن العظيم واغفر ذنوبنا وذنوب أمواتنا بحرمة ختمات القرآن العظيم. اللهم لا تدع لنا في تجمعنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمت ولا دينا إلا أديت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة إلى روح نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى روح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى روح آبائنا وآباء آبائنا وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. استجب دعانا بحرمة سيد المرسلين والملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Efendim, dua përsi për të dua të kumur Allah që dhe shfarë mund tjetë, shëndet dhe shëndërin të jetë. I ndërmori dhe shumë respektori i mëftimi i Sinisë të Kavës, profesor doktor Sëllever Efendi Gjamajdi. I ndërmori imam i Kamis Hafas Omer Efendi Dauti, të ndërmor kolegë Hoxalar, të ndërmor vlezër dhe ju të ndërmora modra. Ishim të shpitar të një performanse të shkërqyre të nëzërës dhe nëzëseve të mektemit të Gjamisë të Fsharit Talnik, qoftë në lezimin e pjesëve të Kuranit dhe të dijes së marë, të dijes elementare të marë në mektem. Por, ajo që të shiroj të them është se gjithë kjo nuk do të mund të ndodhte pa angazhimin dhe mundin e mualimit tonë të nderuar Saladin Efendi Ramazani, i cili nuk ka kursyer asgjë nga koha e tij
që sot ne jemi të shpitalar të këtij suksesi shumë të madh të fshatit Dallik, por jo vetëm. Pa u shumë përkohë, që e kemi prezent të me mesin tonë, unë të shtaj mëftirën e mësërisë të tonë së profesor Dr. Skërber e Feli Gjëvejti, së me fjallën e rastin. Përtojnë mëftirën. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآية صدق الله العظيم تدور تبريشم في المشت فلندرب الله جل شانه وجل جلاله krijosi i gjithësisë, I cili sot na mësoi që në këtë xhami të bukur të vërtetojmë ndjenjat të këndshme në përcjell programin e nxënësve të këtij mektepi. Salavatet, selamet I përcjellen pejgamberit tonë të dashur, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në rastin tonë, manifestimin tonë, marrëdhënie I parë I njerëzimit përsa I përket çështjes së dinit të Allahut xhël shanuhu. I nderuari imam I kësaj xhami Omer Efendi, shumë respektuari Muallim Saledin Efendi, të nderuar hoxhallar, kolegë që jeni këtu prezent nga muftinia jonë të Tos, por edhe nga e Shkupit, të nderuar vëllezër, të respektuara motra, shumë të dashur nxënës dhe nxënëse. Më lejoni fillimisht që përshëndetjen islame, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita Allahu xhël shanuhu qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar të pranishëm, pas këtij programi që ishte një program gjithëpërfshirës, përpos leximit të fjalës së Zotit në origjinal pra në arabisht, gjithashtu edhe program I pasuruar me njohurit fetare islame nga ilmi hali, nga historia islame, nga etika, ahlak, moral islam, poezi ilahi, pra nuk kelen pika të papërfshira në program. Dhe pas këtij programi besoj që as që ka nevojë të shtohet në një fjalë, por edhe nëse përpiqemi të shtojmë në një fjalë, ndoshta nuk të goditim si e kishim goditur shumë bukur të nxënës. Mi po mu do të lejoni për shkaqe protokollare që theksoj vetëm 3 element, 3 faktor që njihen edhe në pedagogji si trekançi pedagogjik për patur suksese dhe të recete në fushat të arsimit dhe edukimit, janë të rëndësishëm dhe kërkojnë që të kenë një korrelacion mes vete, një bashkëpunim dhe një ndihmës me njëri tjetrin. 3 faktor bazë është nxënësi. Pra, për të pritë këtij sukses, meritoria të nxënësve që këndin ta sfidojnë kohën moderne me krejt joshit e veta që ka me mbi ngarkesat e internetit e telefonit e asaj kësaj, këndin të thonë stop atine dhe të vinë në bankat e mektepit për mësuar fjalën e Allahut xhël shanuhu xhël xhelal. Prandaj, për këtë arsye, për këtë sukses që me prit, meritojnë mirënjohje më të mëdha dhe normalisht që edhe do ta kenë mirënjohje më madhështore nga vetë Zoti xhël shanuhu xhël xhelal, për arsye se në mësimin e fjalës së Allahut xhël shanuhu të nxënës kërvu një lidhje me krijuesin e gjithësisë, për arsye se din ma të lexojnë fjalën e Zotit ashtu siç e ka shpallur ai në faqen e Dheut. Urimet pra, nxënës të dashur, ju pritën mbara dhe suksese, kado që të shkoni në shkollimet tuaja më të tjera, por vetëm duke qenë të kujdesshëm që njohuri, dituri, edukatën që keni marrë në mektep, ta shpjelloni edhe më tepër dhe as se si të lejoni ta harroni. Kurani ilmi dietarë thonë s'ka fund, ju keni mësuar ta shpjegoni Kur'an, por me vazhdimin e leximit do ta përsosni edhe më tepër, edhe do të shiteni edhe në studime duke lexuar edhe në gjuhën shqipe ta kuptoni atë që keni mësuar edhe në arabisht. Faktori I dytë padishim të nderuar
rishëm për patur sukses në fushën e edukimit janë prindër. Fakt prindrit e kanë edhe obligim të patjetërshëm, obligim fetar që kujdesen për edukimin e fëmijëve të vetë. Ajeti të cilën e theksova në fillim Allahu fuqiplot na bën me dije që fëmijët janë një zbukurim, një nimet, një dhuratë e madhe nga Zoti që ju ka falë. Andaj në bazë të dhuratës dhe nimetit të madh që Zoti ta falë, në proporcion me madhësinë e dhuratës që ke edhe përgjegjësinë dhe obligueshmërinë që kujdesesh ta ruash atë malet. Andaj prindërit të cilët e kujdes për këto fëmijë që vinë me këtë, dhe ta ndjekim si besimin këtu, urime ju gjot, ju lumt juve, keni bërë një punë të madhe për fëmijët e juaj, por po ja përkujtoj një thënie të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shprehje se do t'ju kapojë ajo ishte e pejgamberit edhe në botën e ardhshme. Thotë i dërguari Allahu te shaku, prindërit nuk kanë mundësi të dhënë pasurinë më të madhe fëmijës së vet se sa edukata e mirë, morali i mirë dhe vija e mirë. Me këtë xhamis është stacioni kryesor, pika kryesore që shpërndan edukim dhe moral dhe tërbije. Prandaj urime juve familjeve të cilët keni zonës këtu dhe një apel të shkurtër, familjet të cilat nuk kanë shfrytzuar këtë mundësi që fëmijët e tyre të ndjekin si besimin, nuk është kohë, nuk është mund në sezonin e ardhshëm të orientojnë në mektepin e xhamisë që edhe ata përfitojnë nga mirësinë që ofron edukimi fetar në xhami. Dhe faktori i tretë padyshim të nderuar vëllezër, për prindërin i sukses është pedagogi, është mualimi, mësuesi, hoxha, gjitha fushët e kanë fjalën për mësuesin dhe pedagogun, por rasti tonë është Saledin Efendiu bashkë me imamin Omer Efendiu dhe të tjerët që janë kujdes në mbajtjen e mësimit dhe edukimit të këtyre fëmijëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe pastaj nuk është egoist në këtë mësim, por është altruist, ku mëson edhe të tjerëve. Në momentin tonë të sotshëm në këtë manifestim është Saledin Efendiu protagonisti i kësaj pune që e ka mësuar Kur'anin, por mëson shpërndan dijen e tij e të tjerët. Urime Saledin Efendiu dhe juve, Zoti ju shpërblet dhe ju dhash forcë, energji që edhe më tej vazhdoni në këtë drejtim duke na edukuar brezat e ardhshëm në vazhdimsi. Të nderuar vëllezër, pa e harruar edhe këshillin e xhamisë, që një faktor i katërt është në mbarvajtjen e mësimbesimit në xhamie, këshilli i xhamisë në krye kryetare që kanë kultivuar kushtet e mira, janë kujdesur që mualimi të ketë kushtet e mira në mektep, nxënësit të kenë kushtet e mira, padyshim që janë meritor dhe lutim Allahu fuqiplot që të shpërblej edhe ata me shpërblimet më të mëdha që ka madhëria e Zotit xhaleshamur e xhelalu. Duke përfunduar të nderuar vëllezër, urime Saledin Efendiu, urime nxënësve, familjeve, parhajër gjithë xhamatit të kësaj xhamie për atë fshatit Kallnik, dhash Zoti xhaleshamur e xhelalu që na ndjekin sukseset edhe në të ardhmen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Efendim dërëm mëstiu për të këshilla të që të bukura, tash të të nësë mëstiu të që drejtë të frisën shansën e kom, që mualimit t'i dhërej një plaket, shenë njohje për punën dhe mundin e dhanë. Tash, inshallah, do të bëjmë edhe shpërndarjen e diplomave të nxënësve. Irsa Derin Besheti.
Esra Samin Erdoğan, Neyla Bari Ramadan, Adisa Fatmir Elmas, Anisa Resim Musaf, Erona Basri Musaf, Aniesa Aziz Azizi, Merale Kulim Şerifi, Arza Bedri Seram, Eda Mehas Berzati. Biem Berzati si që dohet në krejtë të tjilës. Kanita Shaban Esan, Ferdese Fatmir Elmazi, Ilza Aliver Mahmudi, Nermine Nargin İmami, Erion Basri Mustafa, Ensar Abdülkerim Ramadan, Amar Dashmir Mehmet, Omer Dashmir Becet, Yasin Cemre Mehmet, Adam Hakim Abdullah, Seydi Suheyl Berzati, Amar Hayri Sami, Betim Yedmir Ramadan, ve Ali Muhammed Sadat Seram.